Vazhdojmë atëherë. Ku e lam? Atëherë po krijojmë pra një kalendar 30 ditor, ku do të bazohemi pra do ta marrim nga ideja fillestare dhe do ta kalojmë pastaj në Canva. Atëherë vazhdojmë me promptin dhe japim atë kontekstin, pra duke ndarë në kolona llojin e postimit. Për shembull mund t'i themi edukativ, argëtues, pra llojet e kontentit që do të përdorin, rast studimi, për shembull, e të tjerë, pra lloje të ndryshme të postimeve që mund të kemi në rrjetet sociale, formatin e postimit, pra mund të jetë video, karusel e tjerë e tjerë, dhe caption të gatshëm për Instagram. E provojmë dhe në Cloud. Pra të njëjtën gjë mund ta provojmë dhe në Cloud. Pra si që shikoni, na ka sugjeruar ChatGPT-ja pra strategjin, pra 40% e kontentit do të jetë edukim, 20% social proof, pra raste studime të klinikës dentare, 20% content argëtues dhe trende, 10% oferta dhe call to actions, pra që do të jenë për shitje, dhe 10% për të bërë atë elementin më interesant për behind the scenes, pra të punëtorëve e tjerë e tjerë. Pra siç e shikoni, ditët janë këtu të gjitha, 30 ditë postime, lloji i postimit, pra edukativ, lloji i kontentit, ose si quhet ndryshe content pillars, pra që janë këtu, dhe pastaj lloji i formatit të postimit, pra kemi reelsa, kemi story ose reel, karusel e tjerë, foto me testimonial, pra këto janë që përdoren për raste studime dhe social proof, meme, secili me këtë mund ta definoj dhe me oraret. Po, patjetër. Mund t'i japësh çfarë do lloj konteksti që duhet dhe çfarë do lloj udhëzime, domethënë mund t'ia japësh dhe ta gjeneron. Edhe captioni i gatshëm, pra që do ta postojmë, dhe pastaj siç kemi këtu të gjitha postime për 30 ditë, pra kemi këshilla për shembull për të rritur shikimet. Postoni minimumi, pra këtu të jep strategjin ChatGPT-ja dhe thotë që okay, to lloj hooks do i përdorësh për video. Do të vendosësh gjithmonë call to action në fund që na shkruani për një konsult e tjerë e tjerë. Ndërkohë, Claudi jep një tjetër version, pak a shumë është e njëjta gjë, por që ka një rezultat tjetër. Mund t'japi tema të tjera ose ide të tjera, pra behind the scenes, argëtues, raste studimi, pra është menduar për të balancuar edukimin, të gjitha, domethënë ato udhëzimet që neve i kemi bërë. Çfarë mund bëjmë nga këtu tani? Pra ne shikojmë që brenda shumë pak kohë, neve gjenerojmë një kalendar të plot për rrjetet tona sociale. Pra, nëse ne kemi për shembull 10 klienta për momentin, është shumë e vështirë që neve të mendojmë çdo ditë për shembull se çfarë do të postojmë për të gjithë. Neve çfarë bëjmë? Ulemi dhe bëjmë një strategji për secilin klient, për shembull kam një klient klinikë dentare, një klient është restorant e me radhë. Futemi dhe për secilin bëjmë një strategji 30 ditore. Duke i dhënë këtë lloj promptin, neve e ndajmë me kolona, e bëjmë këtë për shembull mund t'i themi ma jep në formë Exceli. Kjo e konverton direkt dhe ta jep në formë Exceli që neve pastaj mund ta shkarkojmë dhe e përdorim në çfarëdo lloj forme dhe mund t'i shtojmë dhe informacione të tjera, domethënë, dhe mund ta përdorim. Tani ideja është që jo çdo postim nga këto është perfekt, po themi dhe mund ta bësh direkt. Neve këtu mund ndërhyjmë dhe mund bëjmë
gjëra të tjera, domethënë mund të shtet detaje të tjera dhe i kontrollojmë domethënë informacionet sa të sakta janë dhe ë, mund ta shfrytëzojmë domethënë për diçka tjetër. Shikojmë cilat ide janë më të mirat, pra kjo po e përgatit. Dhe themi për shembull, i themi ChatGPT-s, ë më gjenero një postim të gatshëm ose më jep idetë më të mira që mund t'i bëj si postime me Canva. Pra mund zgjedhim një nga këto që na sugjeron. Për shembull, neve konkretisht duam që të bëjmë një dizajn në Canva duke përdorur pikën 9, pra postimin 9 që është oferta e muajit. Nëse neve për shembull nuk kemi ide fare se çfarë të bëjmë, si ta bëjmë domethënë këtë në Canva, si ta krijojmë postimin, si ta krijojmë dizajnin, atëherë i themi ChatGPT-s, pasi e kemi ë shtuar si plugin Canva, e gjejmë këtu, shkojmë te Canva dhe i themi shndërroje postimin numër 9, pra oferta e muajit, në një template ose në një dizajn të gatshëm që ta editoj direkt në Canva. Pra neve i japim komand ChatGPT-s që të përdori pluginin Canva dhe na japi një postim të gatshëm që ta përdorim në Canva. Shohim pra rezultatin që na dha Claudi. Pra si që shikoni ke një tabel të mirë fillt me të gjithë kontentin mujor që do të përdorim. Pra mund ta shikoni këtu. Mund të zgjedhim cilin do nga këto. Pra e njëjta gjë mund të bëhet edhe në Claude dhe i themi më gjenero një postim të gatshëm që ta editoj në Canva direkt. Shikoj pak të pluginsat. Ja, pra, sepse nuk i kisha dhënë akses Canvas. Pra,
Thot, po e kthejmë një dizajn të gatshëm për Canva dhe po e bëjmë me format postimi Instagram, që ta hapësh dhe ta modifikosh me njëherë. Pra lehtësisht ChatGPT-ja e kthen këtë në një postim konkret, që neve pastaj e editojmë dhe kalojmë direkt në Canva. Ndërkohë, Claudi ka atë opsionin tjetër që t'jep domethënë atë kontekstin dhe kërkon ato detajet, pra siç e tham fillim që Claudi ka një po themi një aftësi më analitike, më don ato detaje, domethënë dëshiron që t'i di detajet gjitha që ta ndërtoj sa më mirë atë rezultatin final, domethënë dhe na pyet për shembull cili postim nga kalendari ta përgatis. Rast studimi për shembull. Ndërkohë ja shikojmë këtu, kemi ide postimesh që mund t'i shikojmë, pra klikojmë tek secila nga këto dhe ja, neve për shembull nuk mund na shkonte në mendje diçka e tillë që ta bënim nga fillimi, por ChatGPT-ja na jep si një template të gatshëm që neve futemi direkt dhe këtë, duke i dhënë opening Canva, kalojmë direkt tek programi i Canvas dhe editojmë. Pra shikojmë dhe opsionet e tjera, pra oferta e muajit. Kto për shembull ne mund t'i përdorim si Facebook Ads. Pra konsult falas dhe shërbime dentare të përzgjedhura. Klikojmë direkt te kjo dhe pastaj kalojmë tek reklama tjetër ose tek diçka tjetër që neve mund ta lidhim. Pra ja shikojmë template të ndryshme. Siç e shikoni pra edhe ngjyrat që ka përdorur ChatGPT-ja janë domethënë të lidhura me këtë lloj biznesi. Pra mund të njihni klinika dentare të ndryshme që kanë këtë lloj brendi, po themi këtë lloj ngjyrash që i përdorin dhe shikoj, ok, nuk mund të jenë rezultate 100% sakta, por që mund të nisi me një ide të mirë dhe neve pastaj futemi dhe editojmë vetë. Ja, për shembull, neve duam që të vazhdojmë me këtë. Çfarë bëjmë? Opening Canva, hapim direkt Canva dhe ja ku e kemi. Kemi një postim lehtësisht të editueshëm që neve mund futemi dhe për shembull mund ndryshojmë fotot ose mund ndryshojmë madhësinë e fotove. Ja pra. Futemi ndryshojmë tekstin, oferta e muajit. Korrik. Etj, etj. Pra futemi ndryshojmë për shembull llojin e tekstit. Shikojmë kemi dhe call to action. Pra është një tool që neve mund ta përdorim për dizajne të ndryshme dhe për ide të ndryshme, për çfarë do lloj biznesi që neve kemi. Gjithashtu, mund t'i themi për shembull ChatGPT-s që na sugjeroj, edhe nëse neve nuk kemi fare ide, domethënë për postim, mund t'i themi që më sugjero për këtë lloj biznesi, çfarë lloj ngjyrash duhet përdor, çfarë lloj stili shkrimi, çfarë lloj përmasash etj, pra që para se të gjeneroj këto postime, na japi atë siç thuhet design brief, pra çfarë lloj specifikash të dizajnit duhet i japim dhe më pas ChatGPT-ja na i gjeneron. Pra secili nga këto neve mund ta marrim dhe ta kthejmë në një postim konkret. Pra ja e provojmë prap. Pra, okay, kjo është vetëm tekst, por mund kemi, domethënë mund t'i bëjmë kërkesa të ndryshme Canvas dhe të na gjenerojë domethënë që të ketë dhe imazhe e me radhë. Ndërkohë, Claudi na ka dhënë dizajne të tjera. Pra njëta gjë si tek ChatGPT-ja, këtu duhet fusim pjesën e Canvas, domethënë duhet lidhim Canva me Claudin dhe pastaj t'ja bëjmë si kërkesë, domethënë që të na ndërtoj
kalendarin dhe pastaj postimin më të mirë dhe pastaj këtë ta kthejmë në Canva që ta përdorim direkt për postime të ndryshme. Pra edhe këtu mund ta shikojmë që mund t'i përdorim. Pra ja, kjo mund të jetë një postim shumë i mirë për reklama, për Facebook Ads, që janë domethënë transformime para pas. Dhe këtu lehtësisht neve mund ndryshojmë llojin e shkrimit, ngjyrat, pra kemi opsione të ndryshme. Mund ndryshojmë dhe fotot, për shembull, call to action, dhe pastaj këto pastaj mund ta shndrojmë në një karusel dhe bëjmë editime sipas nevojës. Deri këtu kemi ndonjë pyetje? Okej. Diçka tjetër që mund ta shfrytëzojmë këtë tek kalendari i postimeve, për shembull mund themi, i bëjmë një kërkesë tjetër për ata që bëjnë video, që dalin flasin me video, domethënë në rrjetet sociale dhe që i duhet ë Cloudi për skriptet, mund ta përdorin domethënë që të gjenerojmë nga kalendari i postimeve, të gjenerojmë ide për reelsa që janë domethënë viral po themi dhe ti sugjerojmë një lloj formule që të bëjmë video të mira dhe ti ndërtojmë domethënë sipas Cloudit. Pra, i themi nga kalendari i postimeve që bëre për klientin, dua të më japësh 3 idet më të mira për Instagram Reels, duke u bazuar tek formula për video virale, që është hook, problem, agitate, solution dhe call to action në fund. Pra, neve si fillim ndërtuam strategjin, pra çfarë do postojmë për 30 ditë, për klientin X që kemi, pra për klinikën dentare. Na dha të gjitha llojet e postimeve që do të përdorim, pra për 30 ditë kontenti për klientin. Pasi morëm të gjitha idetë, disa nga postimet që mund të jenë karusel ose single post, pra që janë vetëm foto statike, që mund na duhen për reklama apo thjesht për postime, i themi ChatGPT-s, ok, për këto na jep një dizajn konkret, pra një template duke u bazuar tek ky brendi, pra tek klinika dentare. Na i gjeneron, i kalojmë direkt në Canva dhe i bëjmë si postime. Shumë bukur, u bë kjo gjë, atëherë tani na duhen videot virale për klientin. Pra, duam që për klinikën dentare të bëjmë video virale dhe video që shesin dhe që sjellin rritje të angazhimit apo rritje të viewsave, të shikimeve dhe rritje të shitjeve në fundi, sepse kjo është ajo që na duhet për klientin. Pra, klientit i duhen të rrisin numrin e rezervimeve apo numrin e shitjeve te kjo klinikë. Çfarë bëjmë? I kërkojmë inteligjencës artificiale që idetë më të mira, pra 3 idetë më të mira ose mund t'ja kërkojmë dhe të gjitha, për shembull të gjitha
formatet që janë Reels, videot, i duam të më gjenerosh, pra duhet më japësh 3 ditë më të mira për Instagram Reels, duke u bazuar tek formula për video virale, pra kjo është një formulë që përdoret nga shumica e creators dhe atyre që merren në marketing, domethënë me video, pra është hooku, që pra në 3 sekondat e para klienti ose audienca e këtij biznesi të ndaloj scrollin dhe të interesohet, pra mund të jetë një pyetje, mund të jetë një diçka që lëviz në video, mund të jetë një deklaratë që është ose një thirrje ose një veprim që është shokues ose që tërheq vëmendjen. Pastaj kalojmë tek problemi, pra çfarë lloj problemesh mund të ketë klienti potencial i kësaj klinike dentare, pra që ta tërheqim dhe t'ja prezantojmë zgjidhjen tonë. Pastaj kemi agitate, pra është ajo që e thellon problemin dhe pastaj tregon domethënë pasojat çfarë do të ndodhi nëse nuk i japim një zgjidhje. Pastaj japim zgjidhjen që ofron pra klinika dentare dhe në fund fare call to action, pra bëj një konsult me doktorin ose bëj një vizitë etj etj. Pra kjo do jetë ajo formula që do të përdorim për videon ton virale. Pra, duke përdorur këtë formulë, më jep për secilin një skript të fuqishëm për Instagram Reels 20 deri në 40 sekonda. Ja pra, brenda pak sekondash, Claudi na i gjeneron të gjitha. Bazuar në kalendarin që ndërtuan. Pra, këto janë tre video që do të kenë potencialin më të lartë që të bëhen virale. Pra, temat me tension emocional, kuriozitet dhe urgjencë. Pra, këto do të jenë ato video që do të tërheqen më shumë dhe do të përdorin pra këtë lloj formule që ja përmendëm Claudit. Reelsi numër 1 pra do të jetë kjo. Pra huku, nëse kur lan dhëmbët shej gjak, mos e injoro, kjo nuk është normale, pra dhe pastaj fillojmë. Problemi, shumica mendojnë se është normale ajo që po ndodh. Me radhë nëse injoron do të përfundosh etj etj. Video e dytë, pra 40 vjeç me frikë nga dentisti. Pra huku do të jetë ky burr kishte shkuar tek dentistja për 15 vjet, e di pse? Edhe me radhë, domethënë mund të kemi ide të ndryshme që mund të jetë sipas llojit, pra tematika të ndryshme të klientëve dhe mund t'i shikojmë, pastaj futemi, bëjmë ato editimet tona, i shikojmë për informacionet ai ka domethënë 100% saktë apo jo, dhe mund të shtojmë gjëra tona domethënë, dhe ja na gjeneron dhe të tretën, dhe këto do të ishin ato formulat po themi dhe komandat që mund t'i japim Claudit që të na i gjeneroj skriptet e videove. Tani një këtë lloj metode mund ta përdorni për çfarë do lloj klienti ose edhe për veten. Pra keni mundësi që t'i shtoni dhe komandat të tjera dhe ide të tjera që mund t'i keni në varësi të kontentit që do të bëni për klientin tuaj dhe mund ta shfrytëzoni për strategji të ndryshme për klientë të ndryshëm. Kemi ndonjë pyetje? Mund ta provoni, domethënë, nëse keni një klient aktual ose një faqe ose ndonjë lloj industrie që ju jeni, që e njihni mirë domethënë dhe mund ta provoni, pra i kërkoni kalendarin e postimeve për 30 ditë. Këto që janë single post ose story ose karusele ose thjesht foto, domethënë mund t'ja kërkoni që t'i bëjmë me Canva dhe pastaj kaloni direkt në Canva dhe i editoni dhe për videot pastaj mund bëni skriptet sipas kësaj formulës.
Nëse nuk ka ndonjë pyetje, atëherë mbyllim dhe sot dhe nesër do të shikojmë pjesën se si mund t'i shfrytëzojmë ChatGPT, Claude dhe Gemini si sisteme pra që na gjenerojnë content në mënyrë të vazhdueshme. Pra, duke përdorur projektet, pra që janë në cloud, custom GPTs që janë tek ChatGPT-ja dhe Gems që janë tek Google Gemini. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, atëherë e mbyllim me kaq. Faleminderit juve për vëmendjen. Ishte shumë e qartë, shumë faleminderit. Super, faleminderit. Natën e Natën e mirë. mirë. Natën e mirë. Mirupafshim, natën e mirë.